Ka 2 ditë që nga Shqipëria kanë hyrë në Kosovë një sasi e frikshme eksplozivi vdekje prurës, por ngjarja po mbahet në eshtje si nga policia, ashtu edhe nga mediat tek ne. Bëhet fjalë për 300 kg eksploziv, poladin dhe amonit, si dhe një sasi e madhe detonatorësh të cilësisë së lartë Emulex 1. Sasia u kap ndërsa po kalonte kufierin drejt Kosovës me 2 persona që udhtonin në një furgon. Lajmi u bë i ditur fillimisht nga mediat e Kosovës dhe më pas u rimor nga disa media shqiptare, por deri tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga policia e shtetit për hetimet për origjinën e eksplozivëve dhe për qëllimin final të kësaj sasie. Eksplozivët e kapur janë prodhuar në Poloni, ku ndodhet një nga fabrikat më të mëdha të prodhimit të eksplozivëve me bazë nitrati, që përdoren kryesisht për qëllime industriale, për gërmime minerale dhe karakteristike, jo për përdorim ushtarak. Ndërkohë detonatorët Emulex 1 janë prodhim amerikan nga uzina kryesore në Austin të Teksasit. Eksplozivët industrial tregtohen me leje të posaçme dhe çdo blerje duhet të shoqërohet me plan përdorimi, afate dhe territor të përcaktuar. Të gjitha subjektet që kanë licencë për përdorimin e mjeteve plasëse mbajnë detyrim të raportimit të vazhdueshëm tek autoritetet shtetërore dhe policia. Kontrabandimi i kësaj sasie tregon se nuk kemi të bëjmë me një aktivitet industrial, sepse guroret dhe minierat nuk mund të përdorin eksploziv të paregjistruar pa rrezikuar mbylljen e aktivitetit dhe ndjekjen penale. Sasia prej 300 kg poladin dhe amonit është jashtëzakonisht e madhe dhe përfaqëson potencial shpërthyes me pasoja të rënda. Për ta ilustruar, atentati ndaj Giovanni Falcones në Capaci vitin 1992 përdori 500 kg tritol, ndërkohë që poladyni dhe amoniti kanë fuqi shpërthyese rreth 2 herë më të madhe se tritoli. Kjo tregon se kemi të bëjmë me material të nivelit ekstremisht të rrezikshëm. Pyetjet janë të shumta: për çfarë ishte planifikuar ajo sasi? Kush i ka porositur? Kush e ka shitur? Sa ka kushtuar? Dhe nga kanë ardhur parat? Policia shqiptare është gjetur e papërgatitur, sidomos pas interesimit të partnerëve ndërkombëtar. Për të ulur zhurmën e ngjarjes, u amplifikua aksioni i Reneas në orosh të Fusharzit, i cili ishte i rëndësishëm sepse kishte të bënte me 2 persona të armatosur dhe të rrezikshëm që konsiderohen radikal dhe që kanë luftuar në Siri. Nuk përjashtohet që ngjarjet mund të kenë lidhje mes tyre. Duket se Edi Rama nuk ka dashur që kjo situatë të marrë vëmendje, veçanërisht në prag të vizitës së tij në Katar, për të shmangur çdo lidhje mes eksplozivëve dhe elementëve radikal islamik.